neve po e shohim që ka disa personazhe të paktën te Big Brother i Shqipërisë që janë futur në Big Brother dhe befas largohen. Ishte rasti i Ilirit ditën e sotme, Stine para 2 javësh. Pse po largohen sipas këndvështrimit tënd? E shikojnë Big Brotherin si një vitrinë të momentit që marrin atë famën e tanishme dhe të menjëhershme dhe më pas e shfrytëzojnë për profesionet e tyre në të ardhmen, siç është rasti i Stinës që paralajmëroi që do të kishte edhe këngë të tjera në të ardhmen, e nxorri një edhe publikoi para disa ditësh, tha po ashtu që të ketë bashkëpunime të tjera. Në fakt, përsa i përket Stinës, me thënë drejtën, Stina nuk ka nevojë fare që të futet në Big Brother apo të futet në asnjë lloj vendi, se Stina ka vendin e vet edhe në estradë, edhe është ndër artistët më që po të ishin gjysma të artistave si Stina, domethënë do ishte tregu do ishte goxha mirë. Po që domethënë du dalë që Stina nuk ka nevojë të jetë, nuk ka nevojë për vëmendje. Stina ka ato studion e vet, projektet e veta dhe i futet dhe i nxjerr simas Terezis, edhe gjithmonë ka pas sukses. Po që mund ta quaj unë përsa i përket standardit që ka Big Brother është një mundësi shumë e mirë për njerëzit që për talente të reja, për rini, edhe patjetër që edhe për njerëz të cilët kanë dhënë edhe vazhdojnë të japin, po që njerëzit përgjithsisht që janë familjar mundohen që të ruajnë atë standardin, domethënë të mos të dalin nga vetja, se Big Brother ka një format domethënë që të nxjerr, detyrimisht të nxjerr. Aty ka shumë hipokrizi edhe njerëzit në cilën ti rrethohesh nuk ke ku të kesh bes më parë, domethënë janë sa kushtet lojës që duhet i menaxhosh sa më mirë. Pse mendon ti që doli Stina? Më sa e një. Besoj se nuk e ka gjetur dot veten. Besoj. Në fakt nuk mund ta gjykoj deri diku që ndoshta nuk e ka gjetë veten, po që besoj se është nxitu. Domethënë nuk duhet të priste akoma. Mund ta lete në një vazhdimsi, po për momentin është shumë shpejt. Ai kishte shumë për të dhënë aty. Stina ka pas një periudhë që ka qenë në qetësi nga prodhimet e tij artistike. A do të kemi një boom tani me ai sa ti parashikon në të ardhmen nga Stina me publikime të reja, me albume të reja? Stina, besoj unë, artisti Stina gjithmonë kanë atë, tashmë janë mësu, edhe unë besoj që kanë në dorë të shpërthejnë edhe të rinë në vend, domethënë kur të duan ata, po që sepse këta kanë dhënë shumë për tregun, edhe i kanë dhënë kohë të ndryshme, domethënë nëse ti ke 20 vjet që këndon, nuk është se ke bërë një buj thjesht në fillim edhe 19 vite vazhdon edhe je thjesht një këngëtar. Jo, ti në 20 vite mund të kesh ullet dhe ngretet e tua, por në 20 vite ti ke dhënë dhe vazhdon ta japësh atë në format e tua, apo pavarësisht se njerëzit sipas mendësive apo mentaliteteve që krijon shoqëria, se në 20 vite shoqëria normalisht supozohet që ndryshojnë mentalitetet, brezat rriten, evolojnë. Edhe kur ti vazhdon dhe vetëm jep, normalisht ka një pjesë shoqërisë se ti do të përkasi ty patjetër. Po Miri, si e shikon Miri, me Mirin po ashtu keni edhe një nga jashtë? Patjetër, Miri është fantastik. Domethënë loja që po bën Miri aty është interesante dhe e kena Tiranën tonë Mirin, është në rregull. Shikon është pak i gjykum, domethënë deri diku është pak i gjykum edhe e shikoj që edhe nga produksioni apo edhe nga publiku, po që me thënë drejtën ajo është pjesë e lojës, domethënë edhe pra raporti me Selin ti e shikon si pjesë të lojës apo ai po krijon ndjenja reale për atë? Se nuk besoj. Nuk besoj që është gjë që mbas asaj loje domethënë që mund të krijosh jo vetëm mes këta të dyve, po edhe në përgjithësi rrethanat e brendshme në Big Brother dhe rrethanat e jashtme janë komplet ndryshe, ku ti mund ta testosh veten në një marrëdhënie konkrete me personin që pretendon të jesh. Edhe përsa i përket këtij reality show, domethënë siç ti nuk e di kur je brenda aty, ti nuk e di se si do veprosh apo se si do e menaxhosh veten tënde, ashtu nuk e di ti se si do ta menaxhosh veten jashtë duke qenë me një person që e njoft aty mbrenda. Gjithmonë flas në kushte dashurore apo ndjesore, më thash. Ka disa gjykime që kanë në rrjetet sociale sa i takon formatit Big Brother VIP Albania, që është kthyer më shumë si një binjakëzim i emisioneve të tjera siç janë Përputhen, TikToku, paka shumë personazhe saktuara. E shikon edhe ju këtë si evidencë?
Unë në fakt e shikoj edhe ai lloj formati në fakt i shkon që të ketë një standard më të lartë. Flas një standard më të lartë duke e llogarit me ata të Kosovës përgjithsisht. Big Brother Kosova ka një i shikoj që banorët që janë aty pavarësisht se kanë ato gjithse kush i ka qëllimin e vet dhe normalisht do ta fitojë apo do t'japi maksimumin aty. Po shikoj edhe njerëz që e shijojnë më burr. Domethënë e shijojnë faktin që janë prezente në atë shtëpi e mundohen që ta menaxhojnë kohën me gjëra të bukura, me biseda, pavarësisht rrethanave të caktuara që mund të kenë gjatë ditës. Është ditë e gjatë dhe do zihesh, do qeshësh, do qash, janë gjëra që duhet si thash ti menaxhosh. Po përsa i përket tyre në Shqipëri, shikoj domethënë një lloj mendësie që janë vetëm ku e ku që të marrin vëmendje dhe ajo vëmendja bëhet shumë cringe burr. Edhe duke u bërë cringe, domethënë publiku lodhet. Lodhet sepse atë që po bën ti tani e ka parë dikush tjetër para një viti apo 2 vitesh. E gjithë kopjojnë variantet e vjetra, e nuk është se ka një variant konkret, domethënë që ti ta përfaqësosh veten siç duhet. Flas, kjo është mënyra se si duhet ta përfaqësoj veten lojtari, domethënë mos të krijoj veten e vet aty. Mos të vi me plane, domethënë që i ka bëj vit përpara që do futen Big Brother edhe do bëj këtë. Siç e bëjnë shumica, besoj unë, po unë besoj që në atë lloj shtëpie, domethënë atë lloj standardi që ka aty, ti duhet t'tregosh vlerat e tua, domethënë sa kulturë ke, çfarë arsimi ke, edhe përshtypjet që kem përgjithësi se si e shikon botën me çfarë syri e shef, edhe marrëdhënien shoqërore, sociale se si ti e ke. Ndalemi prap tek Miri, e kemi parë gjithmonë që ai performon në grup me Landin, gjithmonë, por a mund të ketë një rikthim të tij vetshmas kësaj here pas kësaj fame, edhe teksa publiku e shikon tashmë Mirin si personazh të vetëm në jetën artistike? Domethënë të dy janë shumë të mirë edhe po të kënojnë vet. Po që pa njëri tjetrin ato nuk janë njësoj, domethënë sado që dalin mundësisht edhe sikur të hyjë një i tret apo i pest, ata të dy përtej fjalës, domethënë përtej asaj që ka qenë doktor Flori, domethënë ai përfaqësuesi kryesor i atij grupi, po që edhe çunat kanë ditë ta marrin shumë mirë. Domethënë nuk është se është grupi më i mirë nostalgjik që ka Shqipëria, West Side Family. Miri dhe Stine kanë njohje nga jashtë, kanë konfirmuar dhe vetë gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother, patën dhe konfortime aty, mendon që kanë qenë pjesë e lojës, një pakt i mëhershëm i tyre edhe pa u konsultuar ndoshta edhe me sy për krijuar dy faktore? Në fakt personalisht po flasim për një reality show që është televizion edhe fakti se sa e ndjeku në televizionin domethënë është shumë pak, thjesht çfarë dëgjojmë, shohim edhe mendojmë, pastaj edhe japim ato përshtypjet tona, po që përsa i përket lojës, domethënë që të merresh me faktin që çai ka bërë ku ka qenë jashtë dhe çai ka bërë, çapo i bën aty brenda janë gjëra domethënë që nuk mund i gjykoj dot, nuk e di. Nuk e di se si mund të jetë jeta askujt aty, jeta personale për jashtë, por rëndësi ka që si ti je brenda dhe jashtë japësh atë formën tënde, domethënë.